Në një kohë kur Edi Rama vazhdon llafologjinë e tij të pafundme dhe nuk thot asnjë fjalë për problemet e panumërta të qytetarëve shqiptar. Nafta ka arritur në Shqipëri 2.300 lekë, ndërkohë që në bursë është gjithsej $85-90. Por i kujtoj shqiptarët këtu se me 11 korrik të vitit 2008 është një datë e veçantë, është data në cilën nafta në bursa ka patur çmimin më të lartë të 20 viteve të fundit. Ajo arriti në $147 nafta bruto në bursa. Në Shqipëri ajo shitej me 1.600 lekë. Do më thënë, shitej 30% më lirë se sa shitet sot, kur në bursë kushton gjithsej $85. E gjitha kjo për një akt kriminal të qeverisë, e cila taton naftën 2 herë më shumë se Maqedonia, se Kosova dhe se shumica e vendeve tjera në botë. Por në qoftë se vendet tjera për naftën kompensojnë atë të paktën nga 50 gjë në 100% të saj, për bujqësinë, në Shqipëri naftën e marrin me 500 litrën vetëm miliardierët. Dhe nuk ka injorim, cinizëm më të rëndë se ky. Fermerëve shqiptar ja ushet naftën me 2.300 lekë. Miliardierëve që vinë dhe mbushin jatet e tyre në Durrës me nga 1 milion litra, ja ushet naftën me 500 lekë. Sepse Sultani Surrelit është pushtuar nga një pasion i çmendur pas luksit. Ka fetishin e luksit dhe elitës së luksit. Pa çka se qytetarët i ka më të varfrit në Europë, se qytetarët ushet me çmimet më të larta në Europë naftën, se taksat që i vën naftës janë ndër më të lartat në botë. Dhe kjo është vetëm njëra. Janë pra imërie pafundme